Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Sot kemi vendosur me bënë një peshk në furrë. Lloji i peshkut është koc. Para se mi futën në furrë, së pari prejmë, është pjesa korrizit këtu, në të dy anët. Është mirë që kjo pjesa korrizit të ushqehet fillimisht me pak limon edhe krip. Para se ta marinojmë komplet në tavë. Na do ta shoqërojmë me disa perime sot. Pak domatina. Me pak brokoli. Pak verë të bardhë nëse dëshiron dikush. Edhe futim në furrë. Unë zakonisht e futem temperaturën 180 gradë me 20% avull. Nëse s'ka avull, shkojmë të jashtu temperaturën çdo 10 minuta. Unë një do njerë që edhe peshkun e hajnë me bukë. Kështu që kemi vendosur edhe për ta pak bukë nga premium. Është kjo stik bageta.